mund të bëhet, a mund të plotësohet si kërkesë? A do të plotësohet? Shikoni, kjo shkon në bazë të decentralizimit të pushtetit lokal. Se i kemë në rrafshin e pushtetit, ne i kemë në Kosovë 2 pushtete, i kemë pushtetin qendror dhe pushtetin lokal. Pushteti qendror ka për detyrë me kriju pushtete lokale nëse ka nevojë dhe nëse ka, domethënë, mundësi dhe standarde. Ne gjatë pas luftës do thotë kemi pas 2 raste, kështu që kemi kriju komuna pilot, njëra ka qenë Mamusha, një Juniku, nëse ju kujtohet, edhe ato kanë qenë për 3 vjetë, domethënë kanë qenë në proces për 3 vjetë edhe kanë arrit qëllimet të cilat janë përcaktuar si tillë. Kjo ka kuptimin e decentralizimit, që nënkupton se qytetari më qenë sa më afër për shërbimeve tjera. Por baza ligjore për krijimin e komunave të reja është ligji për veçërisë lokale dhe ligji për kufit administrativ komunal. A është e drejtë si kërkesë, profesor tani? Drejt është si kërkesë, është e drejtë, është legjitime, por për të krijuar një komunë janë disa standarde. Ato standarde janë me kartën kartën evropiane veçërisë lokale, edhe me ligjet pozitive tona, siç është ligji për kufit administrativ komunal dhe ligji për veçërisë lokale. Kështu që këto standarde janë bukur të rana, duke filluar nga resurset njerëzore. Sakt, numri i banorëve. Numri i banorëve, zhvillimi ekonomik. Po, tyrat vetanake, se duhet një buxhet krijohet. E kështu me radhë, thotë kjo mund të krijohet në tarmë kërkesa, nuk është vetëm e kësaj, tash e ka bërë publike, po unë se di janë 20 kërkesa. Po dhe di që... Domethënë 20 kërkesa, është zhegra, është zhuri, këto komunat e vogla kanë rezultu problematike se veç kanë marrë veç pak pe buxhetit qendror. Nuk do komunat. Këta e komuni ka 2 shitore. Dëgjom, këto komuna që janë ndërtu me pakun e Tisarit, ju kujtohen 10 komuna serbe që i kemë? Parteshi e këtëre. To quhen komuna politike. Nuk janë komuna administrative. Komuna të cilat i kanë plotësuar standardet ligjore, edhe kombëtare dhe ndërkombëtare. Domethënë nuk e plotësojnë gati as një standard të ligjeve pozitive tonat, edhe kartën veçërisë lokale evropiane. Arsyeja është se banorët s'kan, të hyra nuk kanë, mjaftueshme për me qenë një komunë, resurse nuk kanë, por për shkak politikës janë kriju si tilla. E njëra prej tyre është edhe komuna Mamushës. A kupton? Por kjo është kërkesë politike. Kërkesë politike është. Kjo është kërkesë politike, nuk ka ndodhur diçka jashtëzakonshme, por është një kërkesë e cila po korrespondon me votë. Kushtëzim. Shikoni, korrupsioni, ju keni dëgjuar gjithë për korrupsionin. Korrupsioni kur është veç financiar. Është korrupsioni ekonomik, është korrupsioni juridik, është korrupsioni ligjor, është korrupsioni politik. Kjo është korrupsion, pro? Politik. Politik. Po. Kjo është korrupsion politik e cili nuk është i sankcionuar. Domethënë, është i lejueshëm në atë kuptimin e saj, por në momentin e kurzimit për një çështje të caktuar, ai nuk është më votë e lirë. Ai është votë e dhunës. Është votë e detyrueshme. A kupton? Tash pse minoritetet kanë ngrit kështu, ju ka dhënë fuqi pozicionim